Socialistët dhe demokratët janë gati që të ulen në tryezën për ndryshimet në kodin zgjedhor. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore u ngrit që në nisje të seancës së kësaj të hëne, me 113 vota të socialistëve dhe demokratëve, pas dakordësisë së arir më parë për përbërjen e tij. Mbyllet votimi. Jo i gjithë parlamenti ishte pro asaj që kanë dakordsuar dy partitë e mëdha. Të përfaqësuarit, grupi Aleancës për Ndryshim dhe i Partisë së Lirisë u shprehën pro, ndërsa partitë që nuk kanë të drejtë vote por vetëm propozimesh, si Lëvizja Bashke e Arlind Qorit, u shpreh kundër. Ana Dajko e Shqipëria bëhet mungoj. Ku bazoheni që përjashtoni nga e drejta e votimit një parti parlamentare si me qenë një OJF, as i me qenë një institucion që është aty për të dhënë ca propozime a për të dhënë mend. Dy votat e tjera kundër ishin të Partisë Mundësia, pavarësisht se ata janë pjesë e komisionit dhe kanë të drejtën e votos. Por problemin Agronshe e kishte se nuk e kishin pyetur atë për të pas një vend në komision. Na kanë përfshirë pa na pyetur, e morën vesh nga lajmet, pastaj vinë këtu dhe votojnë. Por përbërja e komisionit është publike që prej së premtes dhe Agronsheaj pati 3 ditë që të shprehte pa kënaqësinë e tij dhe të akuzonte dy partitë e mëdha se po bëjnë pazare. Ky komision ka vetëm një qëllim, siç e thash, të zhduki partitë e reja. Ky është qëllimi. Dhe këto lojra tuaja që bëjni bashkë dhe pa përfshirë askënd, na dilni me listën ku fusni edhe ne brenda, nuk na bëjnë pista Holland. Të djathët nuk reaguan për akuzat e ish deputetit të radhëve të tyre. Ndërkohë Holland Balla i kujtoi Shehajt se raportet e tij me PD-n ndryshojnë nga një ditë në tjetrën. Kemi bërë një zgjidhje për të përfshirë edhe ty, duke futur dhe partitë me 2 mandate. Prandaj gënjeve dhe ti që bën interesantin këtu, se ditën takohesh me këta për nxjerr kandidat. Dhe këtu vjen dhe këtu i shan pastaj. Berisha na shkaloi Shehajin dhe preferoi të flasë për raportin e OSBE-ODIR dhe gatishmërinë për të reflektuar rekomandimet. Ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që orientimet e drejta dhe rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj. Opozitarëve të pakënaqur u përgjigj bashkëdrejtuesi socialist i komisionit Damian Gjiknuri. Veton dhe votën praktikisht e kanë 2 forcat e mëdha. Kjo është e vërteta. 1. Do të thotë të gjitha partitë kanë të drejtë të kenë anëtar aty, edhe partitë që folën më parë kanë të drejtë të kenë anëtar të bëjnë propozime njësoj si gjithë të tjerët. Është e pamundur të akomodosh të gjithë partitë tek opozita, se janë 13-14 parti opozitare. Do të thotë që komisioni do ishte një tren që s'do mbaronte kur. Në parlament u votua dhe ngritja e komisionit për reformën territoriale me 115 vota pro. Mbyllet votimi. 115 vota pro, 0 abstenimet. Komisioni për reformën territoriale ndryshon nga zgjedhorja edhe për shkak se drejtohen nga mazhoranca dhe nuk ka të drejtë vetoje. Në këtë komision, Partia Socialiste do të ketë 8 antarë të saj, PD-ja 6 antarë dhe me nga 1 antar Partia Republikane dhe Partia e Lirisë. Deri në vitin 2017.